në vitet 19-2023. Dhe parat që gjeneroheshin nga call centrat landi, janë shumë më të mëdha se sa trafiku i lëndëve narkotike. Më të mëdha? Absolutisht shumë më të mëdha. Wow. Dhe çfarë ndodhi? E kam ndjekur këtë procesin, jo vetëm për faktin sepse me OCCRP, Organized for Crime and Corruption Project, ne patëm... Unë duat të them diçka dhe të saktësoj, se unë prezentova si gazetare, po ti e drejtuese dhe e portalit shtek.org, i cili është një portal shumë i rëndësishëm dhe nuk ka thjesht lajme, po mua më pëlqen për natyrën investigative të çështjeve. Dhe kjo është një hap para e shumë portaleve dhe mediave në Shqipëri. Në fakt, shtegu krijua pikërisht për këtë arsye. Për t'i dhënë, për të publikuar, për të pasur një dritare, për të pasur një shteg, jo vetëm Linda. 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 Linda.org. Po, në fakt është shteg.org. Është shteg.org me idenë që çdo gazetar, çdo kush, edhe unë bëj thirrje, se ajo që më vjen çudi landi me shoqërinë shqiptare dhe kjo e krahasuar qoftë me shoqërinë europiane apo me shoqërinë ballkanase. OCCRP, që është rrjeti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka pasur shumë herë leaks materialet, që rrjedhin materiale dhe i besojnë gazetarëve. Dhe për rastin e call centrave, ne kishim mundësi të siguronim në vetë të parë informacion eksakt se çfarë ndodhte në këto qendra. Dhe në fund si përfundoi Linda? Përfundoi në burg, aktualisht janë arrestuar vetëm 3 persona. Do të thënë nga 120 janë vetëm 3 persona. 3 persona. Po flasim për qendrën Milton Group. Po flasim për qendrën që në Shqipëri kishte drejtues politik kryesor dhe nuk ishte një drejtues i çfarëdoshëm, ishte këshilltari i Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe një person i cili në të shkurën e vet kishte aktivitet me drejtues ose me familjar të numrit 1 të shtetit shqiptar. Kush është ky? Zotëria quhet Hamand Josifi. Hamand Josifi që është në kërkim. Dhe është në kërkim. Dhe kush ka përfunduar në Burglandi? Është një grua e cila ka masën e arrestit në shtëpi, por pret një vendim të formës së prerë, dhe bashkëshorti i saj dhe 2 persona të tjerë që ishin në nivelin teknik. Do me thënë, ata ishin personat që u vendosën për Milton Groupin, unë kam pasur mundësi të futem dhe aty. Dhe në qoftë se kjo shoqëria shqiptare ne kemi përjetuar, të themi, kemi përjetuar 97-ën, kemi përjetuar skemat piramidale. Në qoftë se unë do të konsideroja një skeme dytë piramidale për shoqërinë shqiptare, kanë qenë call centrat land. Sepse janë përballur me të rinj që gënjenin, e dinin shumë mirë që po mashtronin. Po sa lek po mbyshin? Atëherë, ishte në skema landi. Niveli i parë funksiononte me vetëm duke që quaj ata ushtarët e parë që vetëm bënin telefonatat, ata kishin një pagesë që shkonte në 1.000 euro. Tu ishte inkriminimi i kësaj shoqërisë tonë që vazhdonte, dhe po flasim për një brez të ri. Kush ishte në gjendje të krijonte depozita të mëdha, që mund t'i vite qytetarëve të huaj, mbi të themi, ka njerëz që kanë humbur miliona euro. Këta shpërbleheshin. Lande unë e di shumë mirë që ti njeh historinë, lexo librat, por edhe je një sy i vëmendshëm ndaj filmit. Të kujtohet filmi Gebsi i Madh? Po, patjetër. Festat e mëdha apo Wall Over Street? Po. Në këto call centra kjo ishte teknologjia, ose kjo ishte narrativa, kjo ishte mënyra e joshjes. Nëse ti vjet, nëse ti bën para më shumë, unë të marr dhe të shpërblej. Festat e çmendura bëheshin aty. Dhe sot kush është dënuar? Po të them, është një vajzë dhe një burr, të dy, që punë të tyre, dhe unë kam folur dhe me ekspert ose njerëz të shkolluar mirë që njohin teknologjinë. Ata janë një mendje e bukur. Thjesht Beautiful mind. Po. Si Gjonesh. Thjesht gjendën një mundësi, por nuk ishin këta fajtorët kryesor. Pra, për ta rikthyer tek tema, vërtet është një operacion i suksesshëm. Tani ne për ta bërë këtë kthimin çik më ndryshe, ne do kemi një publicitet, domethënë është një reklam për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV dhe kthehemi sërish. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij.
Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin MoneyGram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Edila Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me MoneyGram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra MoneyGram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë MoneyGram Akinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë faleminderit MoneyGram Akinvest. Linda, tani vim te dosja e operacionit Ura. 52 urdhër arreste, në fakt për shoqërinë shqiptare duket një numër i madh, po ju e hodhët poshtë me 120 atë të call centrave, kjo zhvlerësohet për nga numri flas. Po ke pasur dhe operacione të tjera, pra të lutem Gjuasolla në vëmendje, është numri nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Në gjykimin tim. Megjithatë, kur e dëgjojmë kështu 52 urdhër arreste, nuk është pak, a? Sigurisht, por ama. Po nuk është ky numri më i lartë. Jo, po ti ke pasur ke dhe dosjet kriminale të operacioneve se kanë dhe emra të themi interesant. Dosjet në të cilën vunë në qendër të sulmit të themi grupet kriminale në Elbasan. Po ashtu dhe grupet kriminale në Sa kishin ato numër? Unë e di që ti pëlqen statistikat, po unë vetëm në statistika si jam e mirë, kështu që... Jo, flasishim më shumë se 52. Duhet them, qoftë dhe nga pesha, një numër i konsiderueshëm. Vim te operacioni Ura. Po. Tani, çfarë përfaqësonin këta emra, këta 52 emra? Janë profile të larta të krimit apo mos nga ajo që ju thatë pak më lartë, fillon kështu me bujë dhe përfundojnë pasaj te një vajzë te burri i saj në arrest shtëpie? Sigurisht, më hej sa unë kam mundur të lexoj dosjen, po kemi parasysh që gjithmonë këta janë persona të dyshuar, që dyshohet sipas mirë, prokuroria Spaku tani kur sigurisht, po në fundit ne si gazetar duhet të themi edhe faktin që janë persona të dyshuar dhe është gjykata ajo të qenë korrekt. Ky është statusi i tyre. Ky është statusi i tyre. Sigurisht që ndër vitesh, për shembull, është folur familje Troplinit, që kanë qenë personazhe ose biznesmen, në dijenin tim ata kanë edhe biznese përtej Shqipërisë. Po ta riformuloj pyetjen. A mund të thuash me emra? Domethënë nuk e di nëse mund të thuash me emra. Cilat janë personazhet e dosjes? Atëherë, personazhet e dosjes që për të cilën qoftë institucionet ligjzbatuese italiane, por edhe Shqipëria, ata vendosin në qendër familjen Troplini. Dhe sipas dosjes, personi kryesor i cili ka arritur të menaxhojë, të themi, të tërë strukturën e trafikimit të lëndëve narkotike nga sigurime nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës është të themi Çoba. Një personazh që asnjëherë nuk ishte i njohur në të themi për organet ligjzbatuese, për policinë apo për prokurorin. Pra kishte një profil të pastër në të tërë drejtimin e tij. Në dosje thuhet që ky person kishte arritur nga Durrësi të krijonte dy grupe paralele, një në Durrës dhe një në jugun e Italisë, sepse duheshin shpërndar. Po sigurisht aty kishin dhe shtetas italian në të cilët merret. Pra, përveç familjes të themi Troplini dhe zotit Çoba, se duhet i themi që akuzohet, janë një sër njerëzish të cilët punojnë për llogaritë të tyre. Dëshmitarët e drejtësisë kanë thënë që strukturat që punonin apo personazhet që punonin në lidhje me ta kishin dhe një pagesë që shkonte deri në 1.000 euro. Pra vetëm për të qenë në linjën apo për të punuar me këtë grup kriminal. Do kishin pagesë kishin pagesë fikse. Mujore. Gjithmonë sipas dosjes së policisë. Po kështu, të njëjtin gjë vazhdonte edhe në Itali. Por ajo me të cilën unë në dijenin time, sa unë kam lexuar dhe sa unë kam vepruar, të thuash që është një nga grupet më të rrezikshme, nuk mundem ta them dot. Nuk mund të them. Për shkakun sepse
E tërë profili organizatave shqiptare të cilët kanë arritur të dominojnë qoftë në Amerikën Latine, por qoftë edhe në Europë, kanë po të njëjtin profil, pra janë të ngjashëm. Ne nuk mund të themi që këta vetëm ky grupi që drejtohej nga Çobo ishte më i rrezikshëm. Të tëra grupet shqiptare që veprojnë karakterizohen nga dhuna. Karakterizohen nga fakti që lidhjet mes tyre janë shumë të forta për shkakun jo të një strukture dhe një fakti që është dikush që drejton dhe pjesa tjetër e grupit i ndiqet, por lidhja bëhet e fortë për dy element kryesor. Një, për shkak të lidhjeve klanore, të themi, qoftë farefisnore, por qoftë edhe lokale, dhe e dyta, nga frika e revanchit. Pra, kjo ka bërë që grupet shqiptare të kenë ekspansion, të themi, apo të rinë të kenë, të zotrojnë zonat të caktuara në vendet e Bashkimit Evropian. Por me gjithatë, e krahasuar kriminalitetin shqiptar me grupet e tjera të rajonit, mendoj se janë shumë më të dhunshme grupet e rajonit. Se sa shqiptare? Janë më të dhunshme? Po të flasim për... Po ju them, sa unë kam lexuar, mund të gabohem. Që kanë më të urtë çunat? Jo, shqiptarët kanë vetëm një problem, dhe njerë. Me sa unë kam lexuar në tipologjinë e grupeve kriminale, shqiptarët ju pëlqen të duken. Pra, këtë sjellje, këtë arrogancën. Dhe kjo dukja lidhet te luksi? Te jeta e luksit? Këtë arrogancën që e shfaqim për ditë, bëjmë xhiro në blok, bëjmë xhiro ku duash ti. Do të një Range Rover. Celular, do thënë, i tipit fundit. Po themi këto bizhuteri. Arrogancën e krimit. Siç është arrogante politika, po kaq arrogante është dhe krimi shqiptar. Do duke thënë që krimi shqiptar këtë arrogancën e merr nga politika? Apo politika e merr nga krimi? Jo, po themi që kështu jemi në shqiptarët. Dhe krimi shqiptar po të shohësh në vendet e Europës dhe aty bërtet. Ndoshta ndonjëherë kam menduar, se bëj krahasimin e grupeve kriminale të themi që janë në Maltezi, që janë në Serbi, që janë në pjesë të Kroacisë. Realisht kanë struktura shumë më të forta, kanë përfitime shumë më të mëdha. Por profilet e këtyre personazheve është profili shumë i ulët, nuk bijnë në sy. Ndërkohë që shqiptarët kanë rënë në sy. Mua më ndoshta lexuesit ose shikuesit tuaj do t'i dukem njeriu më naiv. Për shembull, këtu është folur shumë gjatë të themi për Dritan Rexhepin. Po? E kthyen në kokën e krimit, nuk e di. Po? Për mua nuk është si i tillë. Sigurisht që ka aktivitet kriminal, por jo ta e vendosin sikur drejtonte ishte më i lartë se sa kartelat meksikane ose të grupeve të caktuara. Okej, do të pyes për ato, po mbetemi te operacioni Ura. Linda, na procedurat që janë kryer deri tani ka një fakt që ka filluar të debatohet dhe diskutohet gati edhe nga përfaqësues të politikës. Masat e arrestit për operacionin u kërkuan nga SPAK më 19 mars. U aprovuan më 30 prill. Pra, mbas 42 ditësh. Ndërkohë që ekzekutimi i tyre u bën në 20 maj. Pse ndodhi gjithë kjo diferencë? Cilat janë arsyet që të kaloni 62 ditë nga kërkesa e SPAK dhe 9 ditë pas zgjedhjeve të 11 maj? Se tani edhe të mos ketë fare lidhje, një politikan e lidh dhe kështu e ka lidhur. Po, e është në të drejtën e vetë të bëj edhe akuza, sepse është shumë më i lirë se sa ne. Tani unë po i bëj pyetje një njeriu kompetent. Cili është mendimi yt? Atëherë, unë nuk kam prova për të dalë dhe për të thënë që deklarata që thot lideri i opozitës ka Dhe jo vetëm. Po edhe politikanë tjerë kanë bërë. Ndërkohë ne nuk kemi një provë të caktuar që ta vërtetojë këtë. Ne mund të ngrem vetëm dyshimet në lidhje me këtë. Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratën e kreut të SPAK. Dhe ai e ka argumentuar vetëm me Po se është përgjigjur zoti Domane. Është përgjigjur zoti Domane dhe ka me procedura të themi administrative. Unë do ngrija pikpyetjen, jo për kohën Lendi, po do ngrija pikpyetjen nëse do ishin ekzekutuar apo jo.
ne mund të ngrem pikpyetje si ka mundësi personazhet kryesore, të themi qoftë të cilët akuzohen si drejtuesi kësaj nuk janë arrestuar. Ktu është pikpyetja. Po pse s'u arrestuan Linda? Atëherë pse s'u arrestuan persona të tjerë të cilët janë akuzuar gjithmonë në krye të grupeve kriminale? Sepse kthehemi prapë në fillin tonë. Jo janë të fortë, mund të jetë dekonspiruar operacioni. Jo, prit. Se ti thua se gjëra kaq forta dhe ne nuk mund t'i kalojmë kështu që me një fjalë gotë. Do të thonë, policia ka dekonspiruar operacionin? Atëherë, unë nuk thash këtë, unë thash mundet, dhe kjo nisur nga fakti i dosjet... Po dyshoj Lindita Çela tani, më fal, unë marr... Po të bëj një analizë dhe po them, në qoftë se ka jo vetëm për Shqipërinë, apo në qoftë se ka një të mirë që ka ndodhur në këto vitet e fundit, është shkodimi i komunikimeve Sky, të platformave të komunikimit. Kam pasur fatin të lexoj edhe intervistat, apo ne të marrim dhe një intervistë personat kyç që kanë komunikuar dhe kanë shkoduar, dhe me prokurorët kryesor në Francë që janë marrë me... E ke intervistuar prokurorën në Francë? Po, janë intervistuar dhe OCCRP ka pasur shkrime të plota dhe të sakta në lidhje me komunikimet Sky. Pra, në qoftë se ka të themi, më të mirën që ka ndodhur këto vitet e fundit është pikërisht ky shkodimi i komunikimeve Sky. Sepse aty shikon, deri më tani ne kishim perceptim, por aty gjen prova, aty gjen komunikime. Është si të thuash, po të lexosh që kam pasur prapë mundësinë të lexoj, jo vetëm ato komunikimet që kanë dalë ose dalin në mënyrë periodike ose në mënyrë të përmbledhur në dosjet hetimore që rrjedhin nga prokuroria e posaçme, ti të duket në komunikimin sikur jeton me të, sikur e ke parasyve, sikur të shfaqet. Kjo është skena e të komunikuarit që ndodh nëpërmjet komunikimeve Sky. Dhe fal këtyre komunikimeve Sky, ne kuptojmë në cilin nivel ka deportuar krimi organizuar. Në qoftë se më herët ne si gazetar, ju keni qenë shumë herët se sa unë gazetari kronikës, se ju e dini shumë më mirë të themi inkriminimin, apo në cilin nivel ka qenë inkriminimi sistemi. Nuk është avantazh të qenit i vjetër, avantazh të jes cilësor. Këtë isha duke nëse do të ma lejonit, dhe ju e dini shumë mirë diferencën në cilën si ka qenë të themi pak më para sistemi i drejtësisë. Ka dosje të caktuara dhe ka komunikime të caktuara që prokuror të nivelit të lartë, njëri prej tyre të themi është sot në bangën e të akuzuarve. Kemi një drejtues të lartë të policisë së shtetit që sot janë prapë në të arrestuar dhe në akuzë për dekonspirimin e informacioneve. Ndoshta edhe për faktin që të kërkoj ndjes që nuk kam sakt emrin e personit, por historit e tim mos gaboj flitet tek dosja Plumbi Art, mos gaboj. Ishte shef krimesh të cilët raportonin, të cilët tregonin, janë dosje që sot janë përballë drejtësisë, tregonin palës kundërshtare, punonin, përdorin të gjitha infrastrukturën shtetërore. Infrastrukturën shtetërore çka duhet të them komunikimet të caktuara, platformat të caktuara, të cilët ja vinin në dispozicion bandave të tjera. Pra, fal komunikimeve Sky të them, ne sot kemi një panoram shumë më të qartë në të cilën ku ka deportuar krimi. Ka deportuar në prokurori, ka deportuar në polici, ka deportuar në politik. Por prapë më lejo të them që ky nuk është vetëm Shqipëria. Madje nëse ne do ta krahasojmë proceset hetimore, çfarë ne dosjet në të cilat kemi ne tani, krahasuar me rajonin, ke pasur në rajon politikanë të cilët janë arrestuar, keni në Maltëzi, ka po ashtu në Serbi, politikan, gjyqtar, po ashtu dhe prokuror të lartë. Po Shqipëri? Në Shqipëri, ndajam duke të thënë, kur ne flasim për këtë dosjen këtu, superlativat e kësaj dosje, unë jam shumë skeptike. Nuk është gjë tjetër për mua, veçse një grup i caktuar, i cili për shkak të komunikimeve dhe hetimeve të caktuara që janë bërë, qoftë në Itali, se vërtet ne në Shqipëri themi që është hetimi italian. Jo, edhe italianët hetimi është nisur dhe të themi është zyrtarizuar nga Italia për shkakun sepse vepra kriminale kryhen në Itali. Por rrjedh sërish nga shkodimet e komunikimeve të platformave të pra nga Parisi sërish? Sigurisht. Dhe aty janë të gjitha komunikimet.
ka shkuar aty për shkakun e veprimtaria dhe objekti kriminal që ndodh është në qytetin italian dhe ka ardhur në Shqipëri. Tani, një pyetje thelbësore dhe e rëndësishme mendoj unë, ndoshta më e rëndësishme është ajo që ka ndikuar këta në zgjedhjet e 11 majit. Unë them që çdo kush që ka para në këtë vend ka ndikuar në zgjedhjet e 11 majit, sepse po të themi ne të dy sot, po ka ndikuar, unë duhet të jap prova aty si ka ndikuar. Ndërkohë, ke sigurt që do ta bëj këtë pyetje, ku i ke provat? Në këtë tavolinë, në këtë emision, pa diskutim që çdo gjë i thotë edhe e provondi këtë po të shkojnë në gjykat, se ato çojnë emisionin në gjykat. Si e provondi? Kjo është pyetja. Dhe në dosjen e Timorit këtu nuk ka absolutisht asnjë element si ky grup kriminal, të themi, për të cilën ta ketë përfshirë në Atëherë pse i bën akuzat opozita? Si dhe të thash, opozita është në drejtën e vet për të bërë politikë nga mëngjesi deri në darkët. Në qoftë se opozita ka ndonjë gjë që në gjykimin tim duhet të ndryshoj, sepse të mos reflektohet më me numrin e votuesve, edhe opozitës i ka ardhur koha të bëhet e besueshme, në qoftë se do të ketë kredibilitet. Nëse do të vazhdojë me akuza, është në biznes të saj. Por, më vetëm le të them. Po, patjetër. Mos harrojmë se më pyetja si ndikon. Mos harrojmë kemi të bëjmë me biznese. Kemi të bëjmë me njerëzit. Shqipëria unë mbret shumë në për Shqipëri, shkoj shumë në për ngjarje apo gjithmonë përpiqem që në një çështje të caktuar me të cilën duhet të raportoj gjithmonë të shkoj në vend. Shqipëria nuk është ai vendi i cili bërtet rrugëve të Tiranës. Nuk është ai luksi të cilët ngrihet në përkulla. Shqipëria është një realitet tjetër. Janë njerëz në nevojë, janë njerëz të themi pjesa më e madhe e tyre të cilët nuk sigurojnë përditshmërisht. Për fat të keq, po ke një zgjidhje, në qoftë se ti do të jetosh mirë, duhet të përfundosh në durjet e krimit. Por bizneset edhe diktojnë votat. Linda, si e pat ju deklaratën e zotit Dumani që thaj që nuk ka interferim nga hetimi që ka kryer SPAK me agendën e 11 majit pra të zgjedhjeve? Mund të jetë e vërtet sepse hetimet, si edhe të thash, nuk i ka kryer SPAK në gjykimin tim. Hetimet po, janë realizuar, si të themi, shkodimet që janë bërë në Paris, hetimet e kryer nga pjesa italiane, sigurisht e SPAK ka rolin e vet, sepse në fundet mos harrojmë, kemi edhe 2 dëshmitar të drejtësisë, të cilët edhe ata ka një rol të konsiderueshëm pozitiv, por prap çdo dëshmi e tyre duhet marrë në konsiderat dhe në të themi, duhet marrë në